Në të dy krahët në 14 dhjetore, se në shumë zona nga ju unë e di se nuk mund t'i hapni. Se unë shpesh herë ju them që hapni bletët, shikoni, kontrolloni që t'i dini se si është gjendja. Por ti pasi të kalosh 2-3 vite, 4 vite ti e ke fitu eksperiencën, e din se si është gjendja. Sepse dikush që nuk e din se si është gjendja, s'ka që s'qa të thotë. Si shihet kanë pak pjellë e bulosur, nuk po e hap më shumë ti, mjafton. Edhe e mbylli. Prandaj kanë vendosur këto shiritat, sepse e di që ka pjellë e bulosur. Por besoj se nga muaj tjetër, nga muaj janar 2026, atëherë doa bëj radikalun, për varroa, sepse tani nuk mundem me i bë, sepse kanë pjellë, është e kotë që unë të hargjëj duke ja bë, dhe pse pak pjellë e kishte siç e pa 2 rrath nga kaq, nuk e hapa më shumë, se e di se i ka 2 korniza, mund të ketë 3 korniza me të njëjtën pjellë. Sepse kështu kanë qenë gjatë çdo vit pothuajse. Por aq pak pjellë sa ka ajo nuk është dhe aq problem, edhe me i bë radikal, sepse shumica mund t'i heke.